sot, para jush dhe shqiptarve, paraqes faktin tronditës, paraqes dokumentin që dëshmon se kreu i organizacë kriminale Edi Rama një heras padrino i të gjithë mafjes shqiptare është autori i vërtet që ka organizuar dhe urdhëruar hakerimin e SPAK-ut dhe dosjeve në SPAK. Ju lutem ndigojeni. Përshëndetje doktor. Një informacion të veçantë tek dosja hakerimit të sistemit të SPAK-ut, hakeruesi përmend emrin e Ramës si personi që mund të ketë urdhëruar hakerimin. Pjesë nga dosja. Me datën 12 shkurt 2025, ora 21:17, Arnold Rokaj i dërgon Zambak Gjonit një foto që duket si faqe interneti nga e cila mund të aksesohet sistemet e SPAK-ut. Më pas, ai i dërgon një SMS me përmbajtjen. Mos e hapsha dot. Mëtej, Arnold Rokaj i dërgon sërish një SMS Zambak Gjonit. Se do t'i shkruaj Rams e hajt t'ja u bëjmë ropt. Pra, Arnold Rokaj e kishte numrin e Rams. Dhe Arnold Rokaj, sa po të hapte faqen, do t'i dërgonte Rams të dhanat e faqes, hajt t'ju bëjmë këte late me gjuhën e lubis, se këte gjuhë kishë ata njeri me tjetë, ja paloshe, jo këshu e është gjitha më tapja. Pra, nga përmajtja e këti komunikimi, krijohet bindje arsyeshme se veprimet e tetuarit kanë të bëjnë me ndërhyrje të paautorizuar në sistemet e SPAK-ut, me qëllim dëmtimin e tyre përmes shpërndarjes së dokumentave tek persona të tretë, duke ja dërguar Rams dokumentat. Ati thot do ja dërgoj, thot. Në vijim, me datën 21 shkurt, do më thënë 10 ditë më vonë, i heturi Zambak kërkon informacion dhe për arrestim në shtetasit Angela Gaci. Pra, Angela Gacit i kishte ardhur flet arrestin nga antimafia italiane apo nga shkaqet tjera. Ndërsa Arnoldi shprehet, ja ta shikoj njëherë, po qënë si ka kush prokuror e ka, nga këta që ka mund, se ka njëri. Nuk e ka njëri nga këta, se këta i pas të ndarë prokuror, cilë duhet ti hakerojnë. Pra, besoj se edhe unë e kam denoncuar pa pas asnjë dokument, sepse dhe ju kam deklaruar këtu se përfitues nga hakerimi ka qenë Edi Rama, një gjykatës, Ergysa Gasi, dhe e kam listën aty se kush kanë qenë porositësit e tyre, po tani del fakt, s'ka asnjë rëndësi se Arnoldi Rokaj do t'i raporton të direkt Rams. Pra kishte numrin e kryeministrit dhe do t'i jepte
si ariqin e parë ati për faqet që kishin hakeruar. Ky përbën një nga krimet më të shëmtuara dhe më të rënda. Më të rënda. Ky është një implikim madhor i Edi Ramës dhe unë kërkoj dorëheqjen e tij urgjente. Të dashur qytetarë dhe qytetare, shikoni pra se si kreu i organizatës kriminale të ekzekutivit shqiptar kërkonte të vidhte dokumentat sekrete të hetimit vetëm e vetëm që të mund të kontrollonte këtë proces në mënyra të tij. E dënoj me ashpërsinë më të madhe këtë akt kriminal, edhe njerë kërkoj largimin e njëhershëm nga detyra e kryeministrit, sikundër u bëj thirrje shqiptarëve të marrin në dorë fatet e ligjit dhe kushtetutës në këtë vend, sepse Edi Rama positunon t'i shkelmoj, t'i nënçmoj, t'i përdor ato për qëllime krejtësisht kriminale të vetat. Faleminderit. Zoti Berisha, kreu i qeverisë Edi Rama në mbledhjen me grupin parlamentar të Partisë Socialiste u tha socialistëve që duhet të vazhdojnë me reformat me ose pa dëshirën dhe vullnetin e opozitës. Keni një qëndrim për këtë dhe cili do të jetë qëndrimi i Partisë Demokratike për reformën zgjedhore dhe atë territoriale në nisjen e sesionit të ri parlamentar? Faleminderit. Edi Rama duhet të jap dorëheqjen, kjo është përgjigjja ime për çdo fjalë të tij, të largohet menjëherë nga pushteti. Është një vepër, janë seriali i veprave kriminale të tij nuk ka fund. Unë ja u thash e deklarova dje, ja u deklaroj sot, se ndosjen e Lubi Ballukut në 3 rjeshta, 2 janë për Ramën, 1 është për Lubin. Në dosjen e lindave, 1 është për Mirlindën, 2 janë për Lindën. Dhe Frangun, me fjalë. 1 është për këtë Beqirin, Ermal Beqirin, 2 janë për Armand Frangun, për Baxhanakun, për kunatën e Lindës dhe Baxhanakun e Ramës. Kështu që ai duhet t'jap dorëheqjen, ky dokument është një dokument, një akt akuze të mërshme për te. Zoti Berisha, Shqipëria është mes 75 vendeve të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës i pezulluan vizat për emigracionin. Pse mendoni ju se Shqipëria është në këtë listë? Mendoj se përgjigjen kësaj pyetje ja dha qartësisht Ambasada e Shteteve të Bashkuara. Dhe unë nuk mund të shtoj as të heq ndonjë gjë nga shpjegimi i djeshëm i ambasadës. Zoti Berisha, gjykata kushtetuese e konsideroi të zgjatur masën e arrestit ndaj jush. Si e vlerësoni këtë vendim dhe kohën në të cilën gjykata u shpreh? Tani, ky vendim për ta patur të qartë të gjithë qytetarët ka të bëj me ankimimin tim ndaj diligjencës së 4. Diligjenca në gjuhën e tyre, fjalorin e tyre, quhen provat, fakte, dokumentat që prokurorët janë të detyruar të paraqesin për çështje çdo 2 muaj. Dhe mbi bazën e këtyre dokumentave përshtaten qëndrimet nga organet gjyqësore. Sipas ligjit, prokuroria duhet të raportojë çdo 2 muaj dhe gjykata e shkallës parë rivlerëson masën e arrestit edhe 2 muaj pas vendosjes së saj.
avokatët e mi kanë bërë gjërësot 4 ankesat të tilla. Në ankesën e fundit ishte edhe kërkesa për revokimin tërësisht të masës së arrestit në shtëpi, pasi shkaku për të cilin ishte vendosur ishte i paligjshëm. Masa e detyrimit paraqitjes dhe mosdaljes jashtë vendit ishin ekzekutuar në abuzim të plot të ligjit nga SPAK-u, sepse nuk kishin marrë formë të prerë dhe SPAK-u i aplikoi ato pa marrë formën e prerë. Asnjë fjalë për këtë rast, sepse kjo gjykat nuk ka lidhje me ligjin, por me urdhra. 8 muaj ju deshën gjykatës për shqyrtimin e kërkesës për diligjencën 4, ndërkohë që afati ligjor është 3 muaj dhe ndërkohë që kërkesat e ministrave shqyrtohen për 2 javë. Pse? Sepse për këtë gjykat, organizat të partisë së krimit, opozita është armike.